Doron jetë në moshën 27 vjeç, ylli i RuPaul's Drag Race, vdes pa pritur në gjumë. RuPaul Drag Race është tronditur nga një lajm i rënd, pasi një nga emrat e rinj të sezonit të ardhshëm, i njohur si Misua, ka ndruar jetë në moshën 27 vjeç. Sipas informacioneve të parë, artistja është gjetur pa shenja jete në gjumë, ndërsa rrethanat e plota të vdekjes nuk janë bërë ende publike. Lajmi ka shkaktuar reagime të shumta në komunitetin artistik edhe tek ndjekësit e spektaklit. Produksioni reagoi me një mesazh prekës, duke përshkruar Misuan si një artiste që sillte energji, kreativitet dhe pozitivitet kudo që ishte e pranishme. Ata konfirmuan gjithashtu se janë në kontakt me familjen e cila ka kërkuar privatësi në këtë moment të vështirë. Si pasojë e kësaj ngjarje, xhirimet e sezonit të ri janë pezulluar përkohësisht për t'i lënë kohë stafit dhe konkurrentëve të përballojnë humbjen. Edhe familjarët kanë reaguar publikisht duke kujtuar si një person të dashur dhe të pazëvendësueshëm, ndërsa rrjetet sociale janë mbushur me mesazhe ngushëllimi dhe homazhe nga fansa dhe kolegë. Humbja e saj vjen në një moment kur karriera ishte në ngritje dhe shumë kush priste ta shihte në sezonin e ri të spektaklit, duke bërë këtë lajm edhe më të rënd për publikun.